Takohemi sot në këtë program të drejt për drejt si zakonisht në transmetimet tona. Sot në fakt do të vim me një histori të fortë, me një histori shumë prekse, me një histori e cila do të na risjell në vëmendje një aksident të rënd tragjik i cili ka ndodhur pak a shumë 2 vite më parë në autostradën Tiranë-Durrës. Është një histori në fakt e cila e tekalon lajmin sepse ajo sot besoj do të rikthehet duke na risjell një mesazh shumë të martë dhe shumë të fortë sensibilizues, besoj, për të gjithë ata që janë në timonin e një makine apo të një automjeti çfarëdo. Të gjithë jemi në një rrezik permanent duke udhëtuar dhe duke ngar një makinë apo një motor, edhe në fakt duke pasur parasysh gjithmonë një mesazh shumë të rëndësishëm të cilin unë do doja që ta ndanim pas pak në programin tonë. Do të vijë gjitha kjo nëpërmjet një historie. Bëhet fjalë për 2 të rinj, të cilët po udhtonin një natë dimri, një natë dhjetori, pra 2 vite më parë, 2 të rinj të cilët morën udhëtimin e tyre nga Tirana në Durrës. Ishte një udhëtim tragjik, i cili do të bënte që njëri prej tyre të ndahej përgjithmonë nga jeta dhe tjetri të arrinte të mbijetonte dhe pas një sfide dhe betejë shumë të madhe me jetën, ai sot mundet të vinë në studion ton, të flasë, të rrëfej dhe të sensibilizoj pa diskutim. Por fillimisht unë dua të ndjekim këtë histori, e shohim. Dy vite më parë Sergio ishte një 19 vjeçar plot ëndra dhe energjik. Deri në atë mbrëmje të errët dimri. Ishte dhjetor, kohë kjo që paraprinte festat e fundvitit, ndaj një grup miq kishin dalë të festonin së bashku. Në orët e para të mëngjesit të 20 dhjetorit, ai së bashku me shokun e tij ndërmorën udhëtimin më tragjik të jetës, në drejtim të qytetit të Durrësit. Rreth orës 5 të mëngjesit, kur nata ende si kishte lënë vendin ditës, udhëtimi i tyre u pret tragjikisht në hyrje të autostradës Tiranë-Durrës. Sergio Martinjani, në drejtimin e motorit të tij, u përplas në mënyrë fatale me trafikndarësen. Aksidenti ndodhi në një segment të rrugës ku për shkak të disa punimeve në autostradë, 2 korsit ngushtoheshin në një të vetme dhe drejtuesi i motorit goditi një nga betonet e vendosur në rrugë. Në këtë aksident të rënd ku përfshin 2 të rinjt nga Tirana, humbi jetën tragjikisht pasagjeri në motor Ation Zhiti, ndërkohë që mediat asë kohe raportuan se drejtuesi i motorit, 19 vjeçari Sergio Martinjani, ishte në gjendje të rënd. Disa ditë pas aksidentit, familjarët e transportuan të riu në Gjermani për t'ju nënshtruar rreth 13 operacioneve dhe pas 3 muajve kaluar në gjendje koma, Sergio u zgjua. Por ai nuk ishte si më parë. Si pasojë e aksidentit tragjik, ai nuk mund të ecë. Në moshën 21 vjeçare, ai lëviz në një karrike me rrota. Një realitet ky me të cilin Sergio po bashkëjeton çdo ditë. Kjo është historia e cila, e them pa egzagerim, na ka tronditur në momentin kur ka ndodhur të gjithëve, absolutisht. Nuk besoj që ka mbetur njeri në atë kohë pa shprehur dhimbjen, pa e ndjerë dhe pa shprehur dhimbjen e madhe që ndodhi pikërisht në lidhje me këtë aksident, me humbjen e njërit prej 2 të rinjve, një djali vetëm, dhe që ndjem absolutisht të gjithë një dhimbje shumë të madhe. Do mundohemi të jemi shumë të kujdesshëm sot në fakt në këtë bisedë, sepse është një bisedë shumë delikate dhe nuk duam të ngacmojmë dhimbjet, por nga ana tjetër duam që mesazhi sot të jepet nga goja e vetëm mbijetuarit, për të gjithë ata të rinj ndoshta të cilët t'jenë ndoshta më të kujdesshëm edhe të kenë gjithmonë parasysh çfarë do lloj udhëtimi që marrin në jetët e tyre, në çfarë do lloj kuptimi. Ne do ta kemi sot të mbijetuarin në studio, në të mbijetuarin e këtij aksidenti. Vjen menjëherë pra Sergio Martinjani. Sergio, mirë se erdhe. Falenderoj shumë që je këtu. Ne ndoqëm historinë dhe historia është vërtet shumë e fortë dhe e dhimbshme, shumë prekse. Kanë kaluar 2 vjet tashmë që kur ka ndodhur ky aksident. Një moment në cilin ty të ka ndryshuar jeta tërësisht apo jo? Si ka ndryshuar jeta jote në pak fjalë?
Jeta ime filloi nga fillimi. Mendoj sikur të zërë gjumi sot edhe të zgjohesh në një spital i fashuar nga kokat e këmbës, pas një farë memorie. Pamjet që pash tani emocione s'kisha, po ato pamjet që pash ma dha një goditje dhe njërë nga fillimi. Jam përpjekur sa mundur që ta kap veten dhe njëherë. Po, si që pat. është histori shumë e fortë. Në atë kohë, ty me siguri ta kanë rrëfyer, po të gjithë njerëzit e kanë ndjerë shumë thellë këtë ngjarje. Ka qenë histori shumë e dhimbshme. Unë doja që ta bisedojmë edhe ndoshta ta rrëfejmë dhe të dëgjojmë ndoshta refleksionet e tua edhe mesazhet që ti kërkon të ndash me gjithë publikun. Do të ftoja të uleshim, ndoshta të të shoqëroj, do të qëndrojmë bashk, si do të përshtatemi, do të qëndrojmë. Ja, jemi këtej. Do të qëndrojmë këtu, të ulem unë këtu dhe të bisedojmë këtu, apo... Po ulem më mirë po ulem se... Do të përpiqesh të ulesh, do mundesh do të? Sigurisht. Ke bërë shumë praktik, besoj stërvitje gjatë kësaj periudhe, kështu që Sergio do t'ulet vetë edhe shoqërojmë Eduard Trokitje, sepse bravo. Vjen shumë mirë, Sergio, që ja dole, ke kohë që ke arritur ta bësh këtë veprim, që të lëvizësh nga karroca të ulesh vetë? Që nga fillimet, kur erdha, u ambientova me këto, me pavarësinë. Kur kam marrë të fillim, ka qenë, edhe sot e kësaj ditë është mami gjithmonë krahun tim, është gjatë gjithë kohës për ndihmuar me diçka, ndihmo me këtë, ndihmo edhe se s'mundem. Po, sigurisht që du t'i lëdhe asaj kohën e vetë, është gocere, është shumë ere për t'u marrë me mu, kështu që jam përpjek shumica dhe gjërave, shumica, 100%, t'jemi pavarur dhe t'i bëj vetë. Mirë, shumë. Ke vlla apo motër? Kam një motër të vogël. Ke një motër të vogël. Princesha vogël. Princesha vogël. Mirë, Sergio, do të rikthehemi edhe një herë tek ai moment i vështirë që ka kaluar para 2 vitesh. Po. Si e mban mend ti? Çfarë mban mend ti nga ajo histori? Nga ajo histori. Nga ajo histori mbaj mend zero. Ka qenë një natë që ti keni qenë me shok bashk, me miq, apo jo? Kemi qenë grup shoqëror, një nga netët më të bukura, me sa më thënë tjerët. Foto, video që kemi pa. I lumtur, shumë gëzuar, një grup që hajde, mblodhëm bashkë si pa dashur, me qënë se unë për 2 ditë do nisësha për në Tetov, do kaloj Krishtlindjet me dashurën time. Edhe si pa dashur, mblodhëm një shok tu, një shok atje, u bëm një grup edhe, mblodhëm aty dhe të një nga klubet e Tiranës. Kemi ndet deri në orën 4, e gjithë kjo është formuar si puzzle, pak nga pak duke marrë mbasi unë kam ardhur, mbas aksidentit. Ditë them që kur jam zgjuar atje, e vetme gjë që mbaja mend ishte pjesa që kisha planifikuar të shkoja në një udhëtim Krishtlindje, mbaja mend që ishte viti 2014 dhe ishte zgjimi nga koma që ma than datën që jemi 2015 tani. Zero mbaja mend nga aksidenti. As se me kë isha, as çfarë kishte ndodhur, as aksidentin, as asnjë gjë. Thjesht më thanë që ke bërë një aksident me motor, më thanë, sa kam hapë sytë, mbaj mend që kam parë mamin. Kam parë mamin që flinte në përca karrige, se në reanimacion nuk ishte vend kushte për ndete, e flinte në karrige, dhe kam parë direkt mamin, kam pyet sa shora 5. Shtu këtu, shumë si në përkëshu, me morfin, me ato painkillers që m'jepnin, me efektet rënda. Ajo ma tha, që kam bërë aksident me motor, po duke më mbajt largë pjesës shoku tim që e mora vesh shumë kohë më mbrapa. E more më mbrapa vesh? Po. Largimin e ti nga jeta. Ndërkohë ishit shok prej kohësh? Ishim shok. Ishim shok. Atë natë ishim... Shiko, me ationin kam pas diku dhe 4-5 takime dhe 4-5 takime kanë qenë gjitha goditse, kam pas gjitha nga një pikë të kujtimet e mia me ationin. E mbaj mend si njëri të bukur, ishte çuni bukur, çuni që t'jepte pozitivitet shumë. Ai kur vinte dhe i gjallëronte edhe të tjerë, dhe çuni kështu më thosh, pse kaq të mërzitur, hajde gjallëroni. Atë natë me shokun tim ation jam pleks nga 2 shok të tjerë të mitë, që kisha shok ngusht. Shoku jemi ngusht nga një radhë, një shok tjetër ngusht jemi që kishte shok të ngusht ationin.
Po do me thënë, u puqët me një herë, patët ato shkëndijet edhe u puqëm më vëtë shumë sa shokët e mi, këto dy shokët e mi të ngushtat natë, na kanë thënë s'na ke varë fare. Si ja kanë varë fare se unë edhe Ationi atë natë, dhe kjo është ironia e fatit, që unë edhe Ationi ishim nga gjithë grupi, ishim të vetmi që s'kemi fut pik alkooli në gojë. Kanë dalë analiza ditën tjetër. Ekspertiza e ka vërtetuar këtë gjë. Ekspertiza të thuash që dy të rinj të kalojnë gjithë natën në klub, edhe të mos pi një pik alkooli, se ne dy ishim shoqëruar dhe dy çunat e tjerë u bën mbaruan gjithë një shishe që e mbaruan gjithën. S'na ke varë fare thënë. S'na ke varë fare, unë puqa me atë, jepe një dëun, edhe unë le thoshte, edhe unë me lale, këtë me lale kishte. Edhe unë e kam qef, edhe unë e kam qef, u bëm gjatë gjithë kohës, gjithë natën duke ndetë njëri tjetrin. Më pas u nisët për në Durrës, bashk, dhe ndodhi ajo që ndodhi. Kjo është e gjitha qa ka ndodhë. Po të më pyesësh sot, mund të t'jap 100 hipoteza dhe nuk di, në këtu e ka marrë vesh se sa gjë e vogël është mendja. Zero fare nga jo natë. Zero. Pse, nuk kanë në pasqyruar të vërtetën, do të thuash? Duke pyetur shokët, sepse ne në orën, jemi nisë rreth orës 4-5, ka qenë rësirë totale, ka qenë orari fix, me sa na kanë thënë shokët, edhe unë që di për vetën time, po edhe Ationi në gjithë thënë që kishte qef lindjen e diellit. Edhe jemi botë të dy, është orari fix, ne me energji ishim plot, çuna të rinj, nuk da prish punë, pse bëm, një njeri normal nuk do bën të këtë çojnë në 5 mëngjesit, po një 18 vjeçar me një 19 vjeçar do ta bënin patjetër, si një moshka. Për një lindje diellit, për një check-in që kur zgjohen ato të tjerët që pinë gjithë natën u bën tap, na shohin se që ju kishit qenë në Durrës. Që ne shkuam edhe pim kafe. Domethënë kishim aq energji sa tikim pinim edhe një kafe në Durrës. Edhe unë ditën tjetër thapë dyqanin në orën 9, se sa të flija gjumë. Edhe Ationi bashëm nuk mund ta them me siguri, po për një check-in, për një gjë shumë thjeshtë. Ndërkohë rrugës ndodhi ajo që ndodhi apo jo? Ti the që nuk e mban mend rrethanat e aksidentit, po sipas ekspertizës çfarë ka ndodhur? Sipas ekspertizës, ekspertiza është në interesin tim. Unë çdo gjë e kam investiguar vetë duke marrë ca këtu, ca atje, që ti mbledh gjitha bashkë dhe krijoj një pse ndodhi, si ndodhi. Nuk ka njeri sot e kësaj dite që thotë që unë nuk munda të frenoj apo nuk dita t'jap motorit edhe ika e këputa ati bllokut betonit. Jenë autostradë, është autostrada Tiranë-Durrës. Atje nuk ka një pik frenimi, si kur me 300 në orë dhe se këshu është bërë standarte tani, që në çdo aksident kap drejtuesin, është paguajtësia jote, është gjithmonë faj drejtuesi, deri më sot nuk është dënuar një firmë ndërtimi rrugore, nuk është dënuar deri më sot asnjëherë për një gabim. Gjithmonë kalohet kështu si çudia më e madhe 3 ditë zgjatë, ka fajin drejtuesi, një 2 gjyqe të vogla, ca lek në bërdur, mbaroi si histori. Deri më sot nuk është dënuar akoma, edhe kjo është e sedra që nuk më lejon që unë ta lë me kaq, që të pranoj gjykim të shkurtuar. Do ta çoj deri në fund dhe do ta marr atë titullin e pafajësisë time. Pse si është çështja, po? Ma shpjego pak këtë situatë. Situatën me gjyqin. Po. Do me thënë ti, praktikisht, për çfarë akuzohesh nëse je në një gjyq? Unë akuzohem si faktori determinant i aksidentit. Në akuzohem që i gjithë aksidenti ka ndodhur në fajin tim. Me këto gjëra është marrë i madh që se ai ma ka thënë vetë, detyra jote është vetëm bërë servitjet, të marrësh dhe njërë veten aty ku ke qenë, të merresh me punët me gjyqin, po merret ajo. Nuk e dija që do ishte një problem kaq serioz. Sepse është e pa imagjinueshme që unë që jam bërë cop edhe nuk mbaj mend asgjë nga aksidenti në një që janë foto, janë gjitha. Një gjë ka vlerë aksidenti im, që sot e kësaj dite gjitha autostradat këtu në Tiranë të paktën, se dëgjojmë prapë raste si ai i Vlorës, që unë kam derdh kokën e lotit kur e kam dëgjuar se kam pa historinë time edhe një herë, edhe i jap ngushëllimet më të sinqerta prindërve të Krishtit. Ajo është një dënim e vdekje, më thënë. Dënim e vdekje. Asnjë lloj sinjalistike, asnjë lloj gjëje. Është pa imagjinueshme që një motor përplaset me një blok betoni 1 ton, sa aq, një ton, një xhersi betoni 1 ton. Pima kuj. Po, patjetër. E kemi larguar pak tavolinën për ta shuar. S'ka gjë. Okej.
Qetësou është një ngjarje që ne e kemi të gjithë e mbajmë shumë mirë sepse ka qenë shumë tronditse kur është mësuar lajmi atëherë. Është bërë e madhe, është bërë buje e madhe. Ti, do më thënë, me njëherë pas i ndodhi aksidenti, ke qëndruar këtu në reanimacion në Shqipëri dhe më pas familja është përpjekur të të çojë jashtë vendit në Gjermani, apo jo? Kam qenë në koma. Ke qenë në koma? Në koma. Familja kanë bërë një punë shumë të madhe. Kanë marrë natën e vitit të ri, që natën e vitit të ri janë gjithë vendet mbyllur për të marrë firma, biles kanë i madhë sa kishte heq patericat për vete, se kishte thyrë kaviljen duke luajtur futboll, edhe sapo kishte heq patericat një ditë para, edhe ka vrapu i kanë ndej pse për të marrë një cop letër që i arrestuar i Sergio Martiniani, që isha në gjyq, thjesht këtë leje tiki deri në Gjermani të kurohet. Bëj ca operacione, ka vrapu për të marrë një firmë që a mund ta çojmë të kurohet. Ktu mu më pren shpresat e ushtarakut. Iku tha. Kisha kokën, mos fillim. Kisha nga kokat e këmbët. Prindrit tama ja dolën, të çuar në Gjermani. Ja dolën, dhe atje fillove të kurohesh apo jo? Në Gjermani më çuan, atje në Gjermani nga 15 operacione, unë 10 operacione, 10 operacionet ndërto më të fortat, i kam kaluar prapë në koma, në gjendje të pavetëdijshme. Kur jam çuar, kam bërë pjesën tjetër. Çfarë mban mend nga zgjimi, momenti i parë i zgjimit, kur ke dalë nga koma? Momenti i parë i zgjimit ka qenë mami. Mami ishte me mua, mami më ka ndjek, ka ardhur deri në Gjermani vetme, ka ardhur deri në Gjermani me mua dhe më ka ndete koka deri kur unë jam çuar nga koma. Pa e dita do çohesha. Nuk më kishte ndënë shpresë se do çohesha. Thjesht është në koma me ato aparaturat në reanimacion që të mbajnë gjallë. Lavazh gjaku. Po. Më pas e mësove atje faktin që nuk mund të ecje dot më? Atje, mami më ka mbajt si çdo nën më ka mbajt larg këtyre probleme më të mëdha. Domethënë pyetja ime e parë kur isha sigurisht sa hapa sytë dhe mendova gjë të vogël. Jem Gjermania për plasë motor, kaq asgjë tjetër. Pyetjet e mia ishin direkt sa kushton kjo? Se si është babi, si janë njerëzit, çka do bëhem, ishin gjëra të thjeshta se nuk e dija sa serioze ishte situata. Sa kohë më vonë, kur erdhi edhe babi im atje në Gjermani, ai ma tha lajmin e shokut tim. Në atë moment e ke marrë vesh? Në atë moment, edhe unë nuk isha rrjete sociale asnjë gjë aty në spital. Edhe ajo... Çfarë ndodhi në atë moment? Ishte shok komplet, nuk e di, është ai shok sa e kam të figur si histori. Di them që ato ditë ka marrë dhe lajmin e kësaj, mora pa dashje, mos më kishin treguar që të shtëpisë për këmbët që s'mund televizja më thonë, çka është një gjë do kaloj, do bësh 2 operacione, do vish prapë. Thira drejtorin e repartit, e thira për ta pyetur për 2-3 gjëra kështu kushtet e spitalit. Edhe i thash, po, atë operacionin, i thash në anglisht, duke folë anglisht, i them, atë operacionin, atë operacionin të çohem te eci që këson piva këtu në kravat. Më pas, i Gjermanët janë shumë strikt në pa dhe tha, shiko dha, bo gati, minimum 10 vjet i desh më karros me rrota. Kjo ishte me si e mbaj mendun që më tha. Por do me thënë ka shpresa për ty, nësa i ka thënë minimum 10 vjet? Jo, i tha minimum 10 vjet që t'ishte më pak kasap se sa me qik me etikën e doktorit që ta lë një fije shpresë. Ta thoshte pak më but. Ma thoshte pak më but, po si që thash në ato kohë kisha marrë vesh edhe për ationën. Edhe ishte nuk e kam, se nuk kam bërë një zët vogël për këtë punën e tesur. S'mund të qash, nuk mund të qash fare. Nuk qash do të për një që ka që të vogël. Nuk do doja kur që të ndodhë që një pasagjeri tim, sidomos shoku tim që kisha marrë vetë mbrapa me mua. Ajo as nuk i shkon në mendje as kujt që ti mund të dashur gjë tjetër. Asnjëherë, është gjë shumë e madhe për një 18 vjeçar. Është gjë shumë e madhe. Duke u rrit justifikoj, kthej kokën mbrapa, justifikoj veten time se fundja fundit çfarë po bënim, po ikni pinim një kafe në Durrës.
pse po shkoni me motor. Me makinë kishim qenë aty do kisha ikë dhe unë me makinë. Do kisha ikë edhe unë, dorë me një do kisha ikë edhe unë me makinë. Ju keni qenë me kaska, ama të dy, si Me pas kaska, ekspertizës. me dy Të dy me xhuba, kaska. me doreza, të veshur si për dimër. Ka qenë 20 vjetor, ka qenë ka ditët më të ftohta. Ti për mikun tënd ke bërë më pas edhe një dedikim, ë? 2 fjalë, por ë? Një fjalë. I ke shprehur, i ke përshëndetur, si thua, në një me Nuk kam mënyrën pas tënde. mundësi të flas asnjëherë për Ationin. Asnjëherë. Ationin e përmend vetëm kur shoh lart në qiell. Bëj një kështu. Nuk flas dot asnjëherë. Kur kishte ditëlindjen, ke thënë, ë? Do të shihemi miru ta sërish, kofshim. miru ta kofshim. Në gjithë atje do ikim një ditë. Qelloi që i ndodhi atij mund të kishte ndodhur më, mund të kishte ndodhur kujdo. Është një gjë që ke të shkruar, nuk e kthen dot mbrapsht. Nuk do donte asnjë njeri të ndodhi gjë e tillë. I takuar me prindrit e Ationit, duhet këtë qenë vështirë apo jo? Nuk do të flas për të. Okej. Jemi në Gjermani në momentin kur ti mësove që nuk do të ecje më. Një moment shumë i vështirë për ty, ndërkohë që ti je një djalë i cili ti vazhdon merresh me sport, me një këmbgulje shumë të fortë, Vazhdoj me një sigurisht. forcë të madhe për të jetuar, me Si një mesazh kurajë mund të të madhe jap për të gjithë jetuar. rinis është sport, nuk është thjesht për të duk bukur, për dalë para pasqyrës. Është këtu të servit psiqikën, mendje shëndosh, në trup shëndosh. Sa më shumë sport. Unë e kam marrë edukatën nga i matë që i vogël, që më jep të ca doreza boksi, hajde gjytë 2 grushta këtu edhe. Ja kam pa harin, më kanë ndihmuar shumë. Për aq kohë sa merresh ka një shpresë. Ama kur je kthyer nga Gjermania, sepse kjo është një gjendje cilën ti e ke krijuar tani, domethënë kjo gjendja trupore jotja, sepse ti stërvitesh dhe ne do ta sjellim më pas edhe një material. Por ama kur je kthyer nga Gjermania ke qenë totalisht i transformuar. Transformuar Peshoje shumë, 40 i kg transformuar Kjo është shumë me fotoja shifja. jote kur ti ke ardhur, sapo kishe dalë nga gjendja e komës dhe nga trajtimi në Atje Gjermani. sapo kam hyrë për herë të parë në karrocë. Kam hyrë për herë të parë në karrocë, nuk mund të rija do 2 minuta, filloi qaja. Kam qenë 40 ca kile. 40 ca kile dhe unë nuk e shifja dhe vetëm time, se rija kështu shtrirë nga mëngjes deri në darkë. Po i shifja njerëzit kur vinë, se shbonin ca ftyra kështu çuditur, ai the, ç'kem, prap njësoja, prap do bëhem. Optimizëm, ambicie kam pas gjithë kohës. Do bëhem edhe ç'ka do bëhem, po i shifja gjithë njerëzit që kur më shifnin Tromax, gati të binin të fikën, kishim parë 90 kg para ca kohësh, tani është ai përgjysmuar. 45 kg. Ama punon shumë që të kesh mundësi të rekuperosh, apo jo? Punoj. Kam bërë fizioterapi, kam bërë servite. Është një gjë që rikuperimi do vi prapë se prapë. Është rikuperimi. Nuk e kam leju, domethënë, një aksident që të më... Ka qenë edhe ajo shtytje prindërve e familjes gjatë gjithë kohës, sepse kur erdha këtu, dhimbjet kanë qenë të mërshme, nuk theja do të kokën, majtas djatas. Këtë dorën e kam pas vetëm kaq. Edhe kanë qenë prindër gjatë gjithë kohës që bëj fizioterapi, bëj servite, meru. Po. Ne do të sillim një material në fakt me këtë, po do doja edhe një moment tjetër që ndoshta edhe këtu japim një tjetër mesazh. Të kanë ndihmuar shumë njerëzit për të përballuar financiarisht, besoj, rimëkëmbjen tënde, apo jo? Po, rreth datës 15 janar, po, ka qenë 15 janar fiks, unë bëra hapa Instagramin edhe bëra një thirrje në Instagram për shokët e mi të afërt. Me mendje që shokët e mi të afërt, kush ka mundësi të më ndihmoj, edhe kur të vi Tiranë, se ishte i shifër marramend se spitalet, se dje që spitalet private mund të shkonin sa blesh toka. Shumë shtrenjtë, po. Shumë të shtrenjta. Edhe ai postimin në Instagram e bëra edhe u shtriva për të fjetur. Kur u të shova në darkë e pash tek faqet, të gjithë faqet e mundshme, këto të Facebookut që janë më shumë fansa, kishin ripostuar gjithë, u bë e madhe, më ndihmuan njerëz edhe nga Gjermania, njerëz që nuk më njihnin fare, kosovar, shqiptar, shokët e mi,
shok nga fillorja, nga shkolla fillores. Faleminderit. Thjesht dëgjonin mbi emrin edhe më mbanin mend vetëm shifja ca mbi emrat fillores, aty e bitesh atë fillores që po këto. Këtë gjë e kam bërë dhe unë. Edhe ja sugjeroj të gjitha bëni mirë se do gjeni mirë. Pra ti ke ndihmuar dhe po kështu edhe njerëzit të ndihmuar ty kur pak të ti nevojë. Më kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë njerëz, siç thash, edhe njerëz që nuk i njihja fare, edhe njerëz që janë kujtuar që nga fillorja për emrin tim edhe më kanë ndihmuar shifra ndryshme. Sadopak. Edhe i falenderoj të gjithë nga i pari dhe i fundit, edhe deri në fund të jetës time. E kam objektiv që në çdo vend që unë emrat sjarroj, i kam gjithë këtu. E kam, bile se kam e listë, nuk e pse ti mbash mend, kur unë kam listën e invoice atë të bankës, e i kam gjithë emrat të ty, njëri kaq, njëri kaq, kishte ca biles që... Do jesh mirënjohës, besoj gjithmonë. Jam shumë mirënjohës, sepse kishte ca që bënë një derdhje, edhe mbas 3 ditësh bënë një derdhje tjetër. Kjo është ajo, domethënë, më e madhe që mbas 3 ditësh dëgjonin që isha keq, shkonin bënë edhe një derdhje tjetër për ndihmuar. Njerëz të mirë që të kanë ndihmuar. Edhe nuk do harroj deri në fund jetës time, sa herë të më dalin në shteg një mënyrë se si unë t'ja shpërblej, edhe unë edhe i matë deri në fund jetës time kemi objektiv. Le ta përsërisim edhe një herë atë mesazhin që ti edhe përpara. Bëni mirë sepse karma do ju akthej prapë në momentin kur ju do të keni nevojë, apo jo? Po. Ne do ta ndërpresim bisedën këtu me Sergjon, do të kemi një hapësirë publicitare, do të rikthehemi shumë shpejt për të vazhduar këtë histori dhe për të parë se ku e gjen forcën Sergjo Kurajon tashmë, pas gjithë kësaj ngjarje në fakt për të ecur përpara, për të jetuar, për të munduar të rikrijojë një jetë nga e para, nga fillimi. Kthehemi shpejt. Jemi kthyer në studio, jemi me Sergjon në studio, i mbijetuari një aksidenti shumë të rënd, tragjik, të ndodhur 2 vite më parë në autostradën Tiranë-Durrës. Sergjo është duke na rrëfyer këtë histori, duke na rrëfyer edhe si kanë rrjedhur ngjarjet më pas. Ajo që përmendëm në fakt pak më herët, Sergjo, është çështja e një procesi gjyqësor, që është hapur për ty, apo jo? Po. Si është më e qartë kjo histori për ta mësuar ne? Çfarë për çfarë akuzohesh edhe në ç'situatë situatë tani, në ç'fazë është ky proces? A i gjyqë është cirk me klona, me kështu. Domethënë aty ne ikim si manekin kot, edhe e dim gjithë që nuk të vlen ekspertiza, nuk të vlen dokumentat, nuk të vlen provat, po vlen qa bëhet andi mbrapa skenave. Me gjyqën si që thash është marrë babim, është marrë edhe po e mbron me fanatizëm për të vetëmin arsye, sepse e dim se kush e ka fajin në të vërtetë. Është kollaj thur që sigurisht, okej, me motor sportiv, çuni i ri, ai e ka fajin, ja. Ai iku për plas. Është shumë e thjeshtë, ama ai rast mund të kishte ndodhur kujtdo. Qëlloi që ndodhi mu, mund të kishte ndodhur kujtdo, dhe siç e pam, shohim sot kësaj diti që po i ndodhin edhe të rinjve të tjerë, edhe po vdesin dita ditës nga aksidentet rrugore. Është bërë bilanc lufte. Dhe gjyqi kapet pak me ekspertizën, pak me këtë. Ato mua më kanë nxjerrë shpejt në ekspertizë edhe prandaj është faktori determinant, por në të njëjtën kohë kanë thënë që me aq sinjalistik 30 metra nga këtu atje, 30 metra nuk të vlen për asnjë lloj gjëje, aty nuk ka asnjë pikë frenimi. Domethënë ai është një aksident i paparalajmëruar që me çfarë do lloj shpejtësie unë kem qenë mua thjesht më shper filmi. Nuk ka pasur mundësi të trembesha unë edhe të frenoja, të rëshkisja, të humbja kontrollin, nuk ka fare. Ju thjesht ju ka dalë përpara... Thjesht ka dalë përpara një giotin. Pengesë, ishte, po. Edhe na është për filmi, kjo është. Ai vendi aty, ai kantieri ndërtimit që kishin bërë, ku kanë vënë bllokun e betonit, ka 2 gjëra shumë thjeshta, pa u futur në detaje gjyqësore, sepse unë nuk dua dhe nuk di ti përmend shifrat, siç e ka përmendi Mat, para ca kohësh në çdo gjyq që ka shkuar. 2 shumë të thjeshta që janë kaq. Pikë parë është ligji që nuk duhet të ketë blok betoni, po duhet të ketë blok plastike i mbushur me rër ose me ujë. Është me ligj, nuk është me këshill që bëni këtë. E dyta është që
sinjalistikat që t'i japin drejtuesit e mjetit në çfarë do lloj kushti, në çfarë do lloj rrethanen që ta kuptoj që aty po bëhen punime dhe ka një blok betoni, duhet të jenë 680 metra përpara. Është me ligj. Është në kushtetutë, është me ligj. 680 metra duhet të ketë sinjalistik përpara. Të ndriçuar, edhe kjo është e theksuar, të ndriçuar. Dhe këto nuk kanë qenë ato ditë. Sinjalistika ka qenë 30 metra. Që 680 me 30 është ndryshimi i madh. 30 metra sikur thjesht kollitesh aty brenda kokorës, sikur të jesh mbrapa një kamioni dhe ai kamioni që është para teje të trembet momentin e fundit, ti e ke dhuratat, e ke përsheshet e bllokun e betonit. Sigur të verbojnë pak ato dritat e makinave përballë, se ne i kemi provuar gjithë, popull jemi. Sigur të verbojnë pak ato dritat përballë, përshësh bllokun e betonit prap. Ka 500 raste që unë i kam menduar, nuk mund t'ja vëgishten, është kjo apo është ajo. Di që shpejtësia nuk është, nuk ka asnjë arsye pse ne të kemi qenë shpejt. Ka qenë ora 5 e mëngjesit, unë po doja të bëja spektakël, shkoja ka rrugë plot për spektakël, nuk është autostrada Tiranë-Durrës. Ishte ftohtë, nuk është qef të ecësh shpejt në të ftohtë. Edhe nuk isha maniak shpejtësie se kam kaluar gjithë jetën time familjarisht sipër motorit. Nuk është se ma dhani motorë dhe lëviz tani knaqë, nxirri fundin. Unë motorën e kisha mjet transporti nga pika A te pika B. Mjet transporti për Sa kohë kishe që jepje motorit, që kishe marrë patentën? Sigur kam marrë 18 vjeç. Motorin, siç kanë qenë kohët atëherë kam përdor. 2 vite apo E kam përdor. Historikisht sa mbaj mend kam qenë sipër motorit për punë. Megjithatë kur je në timon, pavarësisht se kjo është një ngjarje që mund t'i ndodhte kujdo, është e vërtet. Sa herë na ndodh të gjithëve që themi sa mirë shpëtuam, që gjendemi në situatë të tilla dhe shpëtuam. Më ka ndodhur dhe mua, deri në atë rast më ka ndodhur qindra raste që unë thoya, për pak. Pikërisht këtë. Ama ti Ndryshimi që që ka në timon, ti ndodhur. vetë brenda, çfarë ndjen një njeri kur është në timon edhe ndodh një aksident i kësaj natyre? Nuk kam më besim. Kur unë tani shkoj në Durrës, nuk them jam te autostrada Tiranë-Durrës. Them jam në një rrugë me gropa, me bllojqe betoni, me lop që kalojnë, ama duhet ta provosh njëherë. Edhe mos i qellof njeriu që ta provoj ashtu siç e provova. Lexon mend tjerë tani nga gabimi im, nga gabimet e tjerëve. Qoftë unë, qoftë firmat e ndërtimit që tani i qajnë fara të sinjalistikat, i bëjnë shumë bukur, bravo i qoftë. Edhe prap nuk janë në kushtet standarde që duhen, po ama të paktën tani janë të pranueshme. Mirë, dhe ndërkohë procesi gjyqësor duke analizuar besoj këtë lloj situate apo jo? Ja akoma në proces. Është në proces e sipër. Unë siç e thash nuk e lçoj këtë. Nuk e lçoj vetëm për atë nder që kam këtu. Nuk kam frikë asgjë përveç atij lart. Ama procesi gjyqësor duhet marr emër, duhet marr atë pafajësinë time. Ti pretendon që je i pafajshëm, pra që nuk e ke shkelur kufirin e shpejtësisë. Edhe siç e thash, ajo çfarë unë do i thoja tani të gjithë pilotëve, të gjithë që ngasin makina, motora, kamiona, çfarë do gjë, sot e kësaj dite, vetëm ndryshimi me mua është kjo që unë tani ec me 20 në orë, nëse tabela thot në 10 orë, nuk i zobes asnjëherë. Tani e shoh që mund të gjesh vdekjen nga momenti në moment. Sepse ti vetë mund të jesh shumë i sigurt në timon, por nuk ke asnjë lloj garancie se çfarë të del pa pritur përpara. Fare, nuk i zgjedh më bes. Nga kjo duhet ruhemi më shumë se sa nga vetja jon, po. Në përlajme në çdo vend thuhet autostrada Tiranë-Durrës. Autostrada ka ca kushte. Nëse e përmend me emrin autostrada, ti po thuaj që aty ecet me 90. Po me 90 aty vdes. E ka thënë vetë eksperti në gjyqë, edhe me 90 e ishte, okay, e zëm se ishte shpejt. Edhe eksperti që nuk është favorin tim, po kur i kemi bërë pyetjen, edhe me 90 e ishte, dhe ishte aksidentu prapë. Siç kur i kemi bërë pyetjen, ka thënë edhe, kemi bërë pyetjen, a ke licencë? Ti që ke bërë këtë ekspertimin që kjo është shpejt, a ke licencë, kemi thënë? Licencë eksperti. Okej, kjo është ndoshta një histori tjetër, po. Ka thënë jo, nuk kam licencë, e ka pranuar vetë. Po. Mirë, është një proces i cili do të vazhdojë, do të zhvillohet edhe ju jeni duke ndjekur. Ndërkohë ne gjithashtu më herët treguam edhe se si Sergjo na tregoi që përpiqet të stërvitet çdo ditë për të rekuperuar veten, edhe gjendjen e tij fizike. Ne do të cillim një tjetër material që na tregon përpjekjen e përditshme të Sergjos që është duke zhvilluar gjatë këtyre 2 viteve. Shohim. Sot 2 vite pas aksidentit tragjik, Sergjo është përshtatur me mënyrën e tij të re të jetuarit. Ai
ngjet makinën të përshtatur për kushtet e tij dhe që i mundëson Sergjos të lëviz. Me qënë se urbanistika dhe nuk i ka standardet e autobuseve aksesibel për karros me rrota, trotuare që duhet kena ato rampat. Vetë me zgjidhin gjellet makina. Makina dhe je njësoj barabart me tjerët nëse. Makina është modifikume për hand control, është me duar, do të thotë. Angazhimi i tij kryesor ditor është universiteti, ku studion për informatik biznesi. Si që pat, shkolla ne ka kriju ato kushtet që të kemë mundësi për moshë thjesht lëvizje, ma shënsori, ka koridore të mëdha. Me Sergjon jemi njohur që qënë për para, edhe kur ka qenë këmbë të veta, dhe që mbas aksidentit nuk është se ka ndryshuar me gjë e madhe, thjesht jemi i gjendemi njëri tjetrit më shumë, domethënë, e ndihmoj se normalisht nuk mund t'i kryej nevojat e veta siç i kryej unë. Përsa i përket shëndetit të tij, për Sergjon është shumë e rëndësishme bërja e fizioterapisë çdo ditë, por edhe ushtrimi në palestër. Unë këtu në palestër vi për ditë, sa do e vështirë është, sa do e lodhshme dita, profesor Nardi di se si të ma marrë shpirtin deri në energjitë e fundit ditore. Pja ka vlet, muskujt aktivizohen, sa do vullnetarisht ato aktivizohen, marrin tonus muskular edhe për aq kohë sa përpiqesh, shpresa shumë lirë. Tashmë për të jeta ka një tjetër ritëm, por Sergjo është i vendosur për ta përballuar atë. Përpjekja e përditshme e Sergjos ishte kjo. Sergjo, ti në fakt, përpara se të ndodhte aksidenti, studioje me çfarë merresh apo ishe në punë? Studioja administrim biznesi. Po tani? Kisha aktivitetin tim personal me reklamat elektronike, në krah të aktivitetit familjar që do të thënë i madh kishte besuar një aktivitet personal që mund ta drejtoja vetë. Kisha edhe punën edhe shkollën, të dyja. Studioja për administrim biznesi. Po tani je rikthyer studimeve apo? Jam rikthyer studimeve, po njëjtat deg, thjesht tani është nxjerr dega re informatik biznesi që e ka edhe informatikën edhe biznesin i ka të dyja. Mëson edhe programim dhe inxhinieri kompjuterike bashkë me biznesin administrim. Dhe si e mendon të ardhmen tënde tani? Të ardhmen time, ne kemi 20 vjet që merremi me tregti, kemi tregtuar reklama elektronike dhe karrige në gjithë Shqipërinë edhe në qoftë se do Zoti, në qoftë se nuk na ndodh një kolpo tjetër edhe me ecën biznesit po njësoj, do doja të punoj në biznesin tim. Të merreshe me biznesin. Po që si do qoftë, e familjes. kjo nuk e heq nga mundësia, shkollën për atë punë po e bëj që si do qoftë kem një mundësi karrierë nesër pas nesër. Shokut e tu janë prap të qëndrojnë afër, e dashura jote më thej tregove që ishte atë natë me juve apo jo? Po. Natën e aksidentit. Vazhdoni të jeni bashkë? Jo, po kjo s'ka të bëj fare me aksidentin tim. Kjo është si çdo çift moshës time, nuk do të thënë nuk ka fare kjo karroca, nuk ka të bëj fare me këtë. Nuk jeni bashkë? Jo. Po, nuk ka të bëj, siç e thash, nuk ka të bëj me këtë. Po. Ndërkohë, shokët ne pam edhe në intervista? Shokët kanë qenë aty që nga dita parë, kur erdha këtu në Shqipëri, më kishën bërë një surprizë, më prisin gjithë shokët aty në fillim. Janë aty edhe çuditërisht më kanë bërë shumë mirë, më kanë bërë përshtypje se si mitë si të grupit Enduro Albania, motorist që unë nuk jam motorist, më rinë aty, janë nga 30 vjeç, edhe rinë aty me familje, me punë, janë gati për mu, sikur mes natës, ti marë janë gati aty për mu. Shoku im që është kampioni Shqipërisë Motora, Anastas Lici, prap edhe ai është nga dita ditës, nuk ka mosh për ditë mu, por prap më gjendet afër se e di që ja kam nevojën shokëve dhe grupit shoqëror, janë nga mëngjesin darkë, kur do unë ti kërkoj ndihmë aty, ato janë aty për mu. Më kanë qenë gjithmonë afër. Shokët e mi që kisha në atë kohë të ngushtë, moshatarët e mi, qëlloi fati keq që u larguan për njëri në Francë, njëri Angli, për një jetë më të mirë, po edhe ato janë
çdo ditë, mund ta them çdo ditë me plot gojë ne flasim, që nuk është pakt, flasësh me dy shokë që nuk i takon për ditë, ne flasim Skype ose Messenger çdo ditë me ato. Shoqëria ka qenë aty, shoqëria vërtet. Grup i vogël shoqëror, po vazhdon aty po njësoj janë aty. Çfarë do t'i thoje shokëve të tu, moshatarëve të tu, të cilët ndoshta sot kanë mundësi të ecin në motor, gjë që ti se ke më këtë mundësi, apo që t'i japin makinës. Po, ja them se unë kam shok. Apo gjithë atyre moshatarëve që ndoshta janë duke të parë në ekran në këto momente. Ja them se unë kam shok. Çfarë ke një mesazh special për ta? Një mesazh special është keni kujdes, keni shumë kujdes. Keni kujdes, mendoni më të keqën para. Të rrezikohet jeta që kur del nga dera e shtëpisë poshtë. Të rrezikohet jeta. Unë mësova në mënyrën më të keqe, ato kanë fatin që ta mësojnë në një mënyrë më të thjeshtë, duke pasur çam ka gjetë mua dhe ato kanë kujdes sot e kësaj dite. Nëse veshja për një motor është standard të vërë një skafandër, sipas ligjit, ato vënë skafandër dhe shpenzojnë mbi 1000 euro në veshjen e trupit, xhupa me hekur, me etj. Aksidentet janë pashmangshme, ama po t'jesh më avash, po t'jesh më i veshur, po t'jesh mund t'i kufizosh që këtej këshilloj të gjithë. Kujdes, merrni masa. Rip me sigurimit për shembull, shpëton jetë. Skafandra, unë jam gjallë vetëm për asaj skafandra, unë kam një shenjë këtu në kokë. Operim kafke, që s'është pak. Operim kafke me gjithë skafandër. Domethënë, me gjithë skafandrën unë prapë kam thyer kafkën edhe. Po nëse do ishte skafandra, nuk do isha duke folë këtë me vetëm. Ndërkohë, ama edhe shoku yt e kishte, por fatet u ndan. Fatet u ndan ndoshta kështu ishte shkruar. Fati ti, ka shumë faktor. Nuk kam vështirë, kam shumë vështirë që të flas për të. Ai do jetë në zemrën time deri në fund të jetës time. Jeni lidhur në mënyrë të pandashme, në një farë mënyre. Qëndruat pak bashk, po duket sikur do t'jeni përgjithmonë me njëri tjetrin. Më ka dhënë, kam shumë, nuk di të them që për atë. Do e kem zemër gjithë jetën. Ai është qëlloj, është fati i keq, është fat shumë i keq për ato dhe për mua bashkë, për ato që sa kishte ardhur nga studimet e Italisë dhe qëlloj që në një natë bukur për qef, për mirë e bëm, nuk e bëm për keq. Nuk u nisëm për keq, nuk u nisëm për t'u vrarë dhe për t'u sakatuar, nuk u nisëm për këtë gjë. U nisëm për gjën më të bukur që 2-18 vjeçar të ikin me 0% alkool në Durrës për të parë lindjen e diellit, tjerët po drogohen, po vrasin, po therrin. Pse si qen kriminal ato? Quhemi kriminal ne që u nisëm me një motor sportiv për t'ikë me parë lindjen e diellit. Ishte ora e keqe, me sa duket. Ora e keqe. Shumë faktorë bashkë. Shumë faktorë bashkë, po. Nga ky aksident shpresoj të kenë marrë mësim shumë, kenë marrë mësim firmat të ndërtimit që siç e thash kanë marrë, këtu në Tiranë të paktën, po bëhen po ama në përreth e prap, vende duhet se s'bën të vdesit dikush që të marrin. Tani më që në fillim nuk kushton asnjë gjë. Për 100.000 lekë çelbër me 300.000 lekë e bën dritë gjithë vendin. Unë merrem vetëm me sinjalistikën rrugore, jam donator i policisë shtetit për sinjalistikën rrugore. Edhe me 300.000 lekë mund ta ndryshosh gjithë vendin, jo me më shumë se kaq. Po edhe atë 300 që bëje minus, fute në xhepin e dikujt, edhe aq ja hedhim edhe me 2-3 tabela. Një realitet i shumtuar i cili në fakt i kalon po përmirësohet, nuk po them që nuk po përmirësohet. Po përmirësohet, do vi një ditë që ne do jemi me gjithë kushtet e standarde, ama deri në atë ditë, ja, jemi ne, dhe jo vetëm kaq, po të paktën atë të paktën që t'i japësh emrin e të pafajshmit këtij dhe ta pranosh fajin që ke, shko thuaj familjes tjetër, një gjë që ato mund të bënin, për mua ishte kjo që shkonin të thonin familjes tjetër, jo të më japin mua dhe titullin ballë këtu i fajshëm, faktori determinant dhe kjo mua nuk më heq fytyrë, nuk kam fytyrë që t'i dal familjes tjetër para. Qofse mua gjyqi më thotë që ti je faktori determinant. Unë të po pres, ditën që me letra të vërtetohet që ai aksident mund të kishte ndodhur kujt do në çfarë do lloj ore, në çfarë do lloj vendi, ai ishte një aksident i pashmangshëm. Qëllova unë ai që u bë kurban për këtë punë, mund të kishte qelluar kushdo. Sergjo, unë falenderoj që ishe këtu.
Falenderoj, Edhe që ndave me ne këtë histori e cila është e dhimbshme shumë edhe fort, e vështirë edhe për ty, absolutisht, si për gjithë të afërmit tuaj, për familjet tuaja, përkatësisht, që është një dhimbje e pa llogaritshme dhe e pa përshkrueshme me siguri. Të falenderoj për mesazhet gjithashtu që ti ndave me ne, mesazhe të cilat unë uroj që t'jenë kapur nga të rinjt dhe nga moshatarët tuaj, cilët duhet të jenë ndoshta më të vëmendshëm, më të kujdesshëm dhe të mendojnë gjithmonë jo vetëm për ato pjesën që mund të menaxhojnë vetë, por për gjithçka tjetër që mund të jetë jashtë kontrollit të tyre. Pra masat merren edhe për atë gjën cilën nuk e kemi në dorë, të parashikohet ajo që edhe mund të ndodhë që s'kontrollohet dot nga ne. Sigurisht do të përmendë edhe diçka, gjë rastin që ta përmendë diçka të vogël. Një shembull i asaj që sensibilizimit njerëzve, që bëni mirë për njerëzit. Ka plot njerëz aty në rrugë që ka nevojë. Nga mëngjesi në darkë, që kur del nga dera e shtëpisë deri kur shkon në shtëpinë darkë, takon njerëz që mund t'i ndihmosh, me sadopak mund t'i ndihmosh. Unë kam qenë vetë te emisioni juaj, kam dhuruar 1 milion lekë të vjetra, kur mua nuk kishte ndodhur asnjë gjë e keqe, Tu në televizionin Klan, ke qenë? Në Klan me shumë dashuri, mos po, me shumë dashuri, ishte një vajzë e vogël që ishte shpërfituar fytyra nga gërdeci. 1 milion lekë të vjetra i kam dhuruar për t'i bërë mirë dikujt, edhe ja ku ta sjell fati. Ditën tjetër ku gjithë shqiptarët anë mban botës, edhe nga Gjermania dhe nga Italia, mua më ndihmonin edhe isha unë tani në pozitën asaj gocës vogël. Nga trokitje për ata që t'kan ndihmuar ty, për ty që ke ndihmuar atë vajzën e vogël, edhe për këto mesazhe kaq të bukura që ti na solle sot. Të falenderoj shumë që ishe këtu, edhe uroj që të rimëkëmbesh edhe ta marrësh vetë dhe të ndërtosh jetën tënde ashtu siç e dëshiron. Nga fillimi, nga e para. Është e vështirë apo jo, por uroj që ta kesh sa më të lehtë. Të falenderoj edhe një herë. Ne kemi publicitet, takojmë pas pak.